E pra edhe pak ditë në ndajnë nga fillimi zyrtari fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare, fushat e cila realisht ka filluar një vit përpara, për t'ia marrë shpirtin njerëzve shqiptarëve thjesht të cilët janë në punën e tyre dhe rinë dëgjojnë natë për natë analiza të cilat asnjëherë nuk vërtetohen. Megjithatë, le të shikojmë se si është situata. Tashmë të gjitha partitë politike janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kanë filluar ose kanë vazhduar premtimet elektorale të cilat në vetvete janë shumë qesharake. Janë qesharake për faktin sepse dy partitë kryesore, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, nuk kanë çfarë i ofrojnë më elektoratit. Kanë 30 e ca vjet në pushtet ose në opozit dhe çfarë kanë për të bërë ja bën Shqipërisë. Ose me thënë më saktë, nuk kanë lënë gjë pa i bërë. Kampionin sigurisht që e mbajnë këto 12 vjet e fundit të qeverisjes së Partisë Socialiste, e cila nuk ka lënë gjë pa vjedhur, nuk ka lënë skandal politik pa konsumuar. Megjithatë, Edi Rama, i cili vazhdon të jetë kryeministri i Shqipërisë në 12 vitet e fundit, ka dalë me një teori e cila është sa qesharake aq dhe pa realizueshme. I premton tashmë shqiptarëve se do t'i japi pasaportën evropiane, por jo këtë mandat që pretendon që të marrë prap, por në vitin 2030. Në fakt, në vitin 2030, praktikisht po ta mendosh, shqiptarët do ta kenë marrë pasaportën evropiane, por jo nga Edi Rama dhe as nga Shqipëria, por nga vendet evropiane ku ata po ikin me qindra dhe qindra mijëra në këto 12 vjet dhe dhjetra mijëra vit për vit, për faktin sepse në Shqipëri nuk e gjejnë më veten, pra nuk e gjejnë më veten në atë dhënë e tyre. Kjo është me të vërtetë tragjike, por ky është realiteti. Pra, të pretendosh se do marrësh pasaportën evropiane në vitin 2030, pra do ta fusësh Shqipërinë praktikisht në Europë, është me të vërtetë qesharake për faktin sepse Shqipëria do të paktën 10 vjet, duke qenë pa Edi Ramën, që të kapi standardet e Kosovës, që është shteti më i ri në Europë. Në të gjitha drejtimet e shtetbërjes, duke filluar nga raporti me qytetarët, nga raporti me mediat dhe pushteti, si dhe duke theksuar se është e vetmja qeveri në botë, e cila duke filluar nga ish zëvendës kryeministri, nga ministra aktual, nga deputet aktual dhe kryetar bashkisë, janë ose në burg, ose në ndjekje penale, gjë që nuk ka bërë vaki në asnjë forcë politike dhe në asnjë vend normal demokratik. Bile nuk bën vaki as në vendet periferike të botës së tretë. Megjithatë, duke mos pasur se çfarë të premtoj më, Edi Rama ka filluar në mëngjes të gricet me qytetarët, të bëjë sherr me ta, dhe në vend që të shkojë në punë si çdo kryeministër i botës, merret me TikTok, merret me Instagram dhe me Facebook. Megjithatë, e njëjta situatë është në kampin tjetër. Megjithëse ka një lloj rikuperimi të Partisë Demokratike në raport me para 2-3 vjetësh, kur deshu shkërmoq, sot kemi kryetar Sali Berishën, siç ka qenë historikisht 30 vitet e fundit, i cili ka krijuar dhe ka regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një aleancë e cila është me të vërtetë për të vënë duart në kokë. Dhe ç'është më e bukur, e ka quajtur Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Po të shikosh këta tipat, kryetarët e partive të aleancës, të cilët bëhen nga 20, brenda tyre gjen nga mafios të rrezikshëm po aq sa ata të Partisë Socialiste, por me plot kuptimin e fjalës edhe kryetar të cilët mund të etiketosh si kufoma politike, të cilat opinioni publik i ka harruar me kohë, dhe midis tyre gjen sa duash dhe karagjoz në kuptimin e plot të fjalës. Kjo është një dhuratë e papritur për Edi Ramën, sepse mjafton të shikosh fytyrat e këtyre, të cilat shumë prej tyre janë dhe agent të agjensive të huaja të shërbimeve sekrete. I ndodhur në të njëjtin pozicion si Edi Rama, Sali Berisha nuk ka çfarë t'i premtojë me elektoratit se ka 30 vjet në politikë.
Le ta dëgjojmë se ç'thot për të përndjekurit politik. Partia Demokratike është e vendosur që në mandatin e ardhshëm të japë zgjidhje përfundimtare detyrimeve që shoqëria shqiptare ndaj kësaj shtrese. Në qoftë se flasim për një program, nuk është asgjë tjetër veç se detyrimi madhor i dëmshpërblimit të punës skllavruse që 10 mijëra të përndjekur politik kanë kryer në kampet dhe burgjet e diktaturës gjatë 46 viteve. Dëmshpërblimi i tyre i plot është zotimi ynë para kësaj shtrese. Pra, i premton kompensim të plot ish të përndjekurve politik, të cilët 90% të tyre nuk jetojnë më. E kupton se çesharake është? Kur kishte 16 vjet pushtet dhe mund ta kishte bërë me kohë si një detyrim, siç thotë edhe vetë që ka shoqëria shqiptare ndaj vuajtjeve të tyre. Por ka edhe më. Megjithatë, një demokrat i thekur mund të pyesë, po çfarë mund të bënte në këtë situatë? Për mendimin tim dhe analizën time, Partia Demokratike do të ishte dalë e vetme në zgjedhje dhe gjithë ky koalicion për 20 partish me këta karagjoz dhe mafioz do të kishte dalë më vete dhe të shikonte se sa rëndon politikisht, pra sa vota merr. Kjo ishte vetëm zgjidhje për të parë peshën politike të gjithë secilit, sepse këta 20 kryetar partish nuk prodhojnë dot as 2 ose 3 deputet. Megjithatë, cila është zgjidhja tjetër? Kjo pra është një dhuratë elektorale për Edi Ramën, ashtu sikurse edhe deklarimi për mbylljen e SPAK-ut, të cilin e duan 75% të shqiptarëve. Pra Sali Berisha del kundër dëshirës së tyre për interesat e tij personale së bashku me interesat e krahut tjetër. Tani, një votues i thjesht e elektoratit gri, apo dhe ai i lëkundur i pyet, po për këtë duhet votuar? Aty e keni Agronshenj, i cili ka bërë opozit sa e gjithë Partia Demokratike bashkë, i pakorruptueshëm dhe i besueshëm. Nuk e njoh fare, as e kam takuar ndonjëherë. Megjithatë, rëndësi ka fakti që ai nuk merr rrogë në parlament, nuk ka nevojë të vjedhë buxhetin e shtetit. Mos thoni pastaj që nuk kishim alternativë për të votuar. Nga unë Sokol Teriati, miru pafshim në emisionin tjetër. Në fund të emisionit, le të shikojmë reklamën pra sponsorin ton, i cili në fushën e fashonerisë është lider. Miru pafshim.